Në mungesë të 53 deputetëve, 34 të LSDM-s dhe 19 të BDI-s, Gjorgje Ivanov në Parlamentin e Maqedonisë mori mandatin e ri 5 vjeçar për të udhëhequr me postin e presidentit të vendit. Nga Partia Shqiptare të pranishëm ishin 7 deputetët e PDSH-s, në krye me liderin e saj Menduk Thaçi. Ivanov në fjalimin e tij nuk hezitoi të drejtojë kritika të ashpra në adresë të BDI-s, duke i quajtur idenë e tyre për president konsensual, antikushtetuese dhe antiligjor. Një pjesë e udhëheqësisë së një subjekti politik, para dhe gjatë zgjedhjeve presidenciale, insistonte në një farë presidenti konsensual të Republikës së Maqedonisë. Kategori që nuk ekziston në kushtetutën dhe ligjet, dhe as që theksohet në marrëveshjen e Ohrid. Betimi solemn i dhënë më detyron qartë të kundërshtoj idetë dhe konceptet që janë në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Maqedonisë. Me këtë Ivanov bëri të qartë se as në një të afërme të shpejtë nuk mund të pritet ndryshimi i kushtetutës e as mënyrës së zgjedhjes së presidentit të shtetit. Ai njëherët nuk ka hezituar të kritikojë edhe veprimin e partisë më të madhe opozitare maqedonase LSDM për mosnjohjen e rezultateve zgjedhore. Ata të cilët bojkotojnë kuvendin e Republikës së Maqedonisë bojkotojnë vullnetin e qytetarëve të cilët votuan për ta dhe se bojkoti institucioneve të shtetit nënkupton bojkot të demokracisë. U shpreh Ivanov. Pikërisht atë mandat, atë besim, sot disa parti opozitare e vënë në pikpyetje, duke mos i pranuar rezultatet nga zgjedhjet presidenciale dhe ato të parakohshme parlamentare. Si kryetari i Republikës së Maqedonisë, jam i brengosur nga këto reagime dhe procedura, sepse jam edhe kryetari i tyre. Sot, nga ky vend, qartë do të them, ata që mendojnë se e bojkotojnë institucionin president i Republikës së Maqedonisë, në fakt i bojkotojnë qytetarët të cilët votuan në zgjedhjet presidenciale. Ivanov gjatë fjalimit tha se nuk do të pranojë ndryshime kushtetuese për ndërimin e emrit edhe se do të angazhohet për ruajtjen e integritetit territorial, gjuhës dhe kulturës maqedonase. Ai në një fjali përmendi edhe marrëveshjen e Ohrid si një ndër elementet që luan rol të rëndësishëm në frymën e bashkëjetesës dhe tolerancës ndëretnike.